Rom, te ceke që ke përfunduar bachelor gjithashtu edhe master, pasi që përfundove, ku e gjete vetën në Kosovë? Realisht, me qenë se që përmend edhe më parë, unë kam qenë i angazhum edhe gjatë studimeve në aktivitete që mu më kanë ndiku pozitivisht. Në gjatë këtyre aktiviteteve kam mundu me njoft njerëz, me kriju rreth, me kriju shoqëri, cilën mu më ndikojnë pastaj pas përfundimit të studimeve. Pas përfundimit të studimeve ka filluar një cikël krejtësisht tjetër. Gjatë periudhës studimeve jam ballafaqu me një dorë gjatun politikës brenda universitetit, cilën unë kom urrejt me plot kuptimin e fjalës. Një politikë e cila nuk ka qenë mirëfillt, ka kriju jo kuadro, ka kriju kuantitet brenda universitetit. Secili ata që më njohin periudhën ku unë kam qenë përfaqësuesi studentëve, kam qenë i vetmi përfaqësuesi studentëve i cili në mënyrë të plot ka reaguar ndaj secilës situatë që u bë brenda universitetit dhe që nuk ka qenë dobi të studentëve. Kam qenë i vetmi individ i cili pavarësisht tendencës, kërcënimit, shantazhës, manipulimit, partitë politike kanë provuar me pas ndikim mbi mua. Kam pas mbi mendimet e mia, kurse unë jam kriju me idenë që unë si individ nuk duhet me pas mendime politike, por duhet me pas mendimet individuale. Kjo pastaj më ka bartë edhe në gjatë pjesës së pas studimeve. Shumica e atyre që kanë qenë përfaqësues studentore që kem diskutuar bashkë në situata ndryshme dhe kem kundërshtuar dorën e zgjatën politikës, pas përfundimit ose gjatë përfundimit të studimeve janë përfshi politikisht. Nuk jam muaj asnjëri drejtën për më përfshi politikisht, po jam muaj drejtën ku ai nuk bie me nder mbi ato që ai thot, nuk e mboron me dinitet ato që e thot, edhe nuk ka përgjegjësi mbi atë që e thot. Kjo ka ndikuar në fakt me kriju edhe një frustrim të plot ndaj secilit individ që përfshihet politikisht për me arrit synimet e tina. Gjatë kësaj periudhe kum pa shumë individ, para se me dalte përballja jeme me tregun, kum pa individ cilët ne jem njoft gjatë studimeve, ne kem ditë kapacitetin e disave, ndoshta jo në mënyrën e vlerësueshme, më qenë se ne nuk jemi kanë kompetent me po vlerësim tyne, kem ditë spaku nivelin e tyne cilët sot përfundojnë në institucionet publike. Kjo ka qenë një urrejtje jeme, urrejtje personale që unë më kanë njëjtë në këtë përfshirje, për arsye që një ndër arsyet kryesore është që unë kum rezistu me u përfshi politikisht është që brenda partive politike njeri nuk bën ndërtim politike. Nuk ndërton politika rinore, ndërton politika që janë përshtatshme për institucionin, janë përshtatshme për partinë, janë përshtatshme për udhëhecin e partive. Kjo më ka ndikuar një farë shputje totale prej politikës edhe kam qenë individi vetëm ndoshta gjatë krejt studimeve që nuk jam përfshi politikisht. A do të me qenë patjetër pjesë e politikës për mu fut një vend të punës apo varësisht për synimeve që ke? Synimet e mia kanë qenë, me qenë se kisha një background të konsiderueshëm shkencor, kisha një background përveç konsiderueshëm edhe të kualifikueshëm edhe diferencial me individët tjerë, me asistentët cilët ishin shfrytzuar politikën për me hy brenda universitetit, pamundësia jam që me vazhdu ciklin e tretë studimeve që ishte një shkputje totale prej krejt pamundësive që më ofrojke, edhe për mos kyçja në institucionet publike arsimore, si kuadër arsimor, si asistent në këtë rast më ka bo me dyshu që duhet me qenë i përfshim politikisht për me arrit qëllimet e tina, ti ose të saj secili individ që e përfshihet. Për arsye që një kriter i cili po supozojmë ke 2-3 punime shkencore për një kuadër arsimor, kurse unë i kam 18 të publikume, disa dhe të indeksume, cilët e kanë bërë pa vlerë shumë këtë më arsye që gjithmonë konsiderohesh i mbi kualifikuar për pozicionin cilën ti aplikon. Nuk konsiderohet për mu, i mbi kualifikuar konsiderohet që i përshtatesh 100% rregullave dhe statusit të universitetit. Kjo më ka bërë me u shkput komplet edhe me besu që ne nuk duhet më përfshi politikisht. Kum pas disa parafrime gjatë jetës time, cilët unë nuk jam pajtu me partitë politike në një aspekt. Partitë politike nuk kanë drejt mbi mendimin tim. Mendimi jam është individual, nëse diçka brenda partive, gjithmonë edhe gjatë diskutimeve që i kum pas me ta, kanë qenë të tilla. Nëse unë e bashkohem me ju, unë kam mendimin tim. Nëse mendimi jam del kundër politika partisë, prapë është mendimi jam. Unë kam me dal. Nëse ju më pranoni me qenë pjesë e juve, unë kam me pas këtë mendim.
Edhe dyti, unë duhet me jap kontribut me qenë se kisha kretë përvoja ime nuk lidhke vetë me profesionin tem si ekonomist, po lidhke me ndërtimin e një edukurie si përfaqësimi studentor dhe rinor. Desha me ndiku edhe me kriju politika më të mirëfillta për studentët, për rinin, desha mi përfaqësu ata në mënyrë më të mirë. Thëshin jo, dush me u përfshi politikisht me arsye që ti dush me kontribu për partinë. Ideja jeme nuk ka qenë diferenciale me ta, për shkak që kontributi jam në një parti konsiderohet në dy shtyllat e para që i përmena. Nuk konsiderohet që unë me qenë individi cili shpëndaj fletushka dhe shpëndaj postera për kandidatet politik, për me arritur në një notë të kënaqshme tek individet cilët pastaj shohin një potencial të une. Ky potencial nuk është më i matshëm mbi bazën e dijes teme, mbi bazën e argumenteve që unë i kam për një situatë caktuar, po bazohet kryesisht në kontributin kuantik të situatës. Kontributi kuantik nënkupton që nëse ti ke shpërndar 200-300 postera dhe spaku ti ke qenë vulgar në raport me individet tjerë, ti ke me morë një notë mirë. Kjo më ka bë muzbe qëndrimin tem për përfshirje politike. Edhe mendoj që secili që spaku dën me funksionu ndershëm, vije deri në një pikë ku lodhet të provu të borë vatje dhe kaluin vitet pastaj me këtë orvatje. Po flasim prej studimeve dhe pas studime mbi 10 vite orvatje për me arrit një pozicion pune që e dëshiron. Thjesht ëndra mes punës zakonshme dallon. Thjesht në Kosovë kum pas ëndra të cilat unë kum desht me shty përpara, kum desht me ndje, kum desht me kontribu për to, edhe kum mundu në mënyrë tërthorzi që diskutojmë mbi të emisionit, në mënyrë tërthorzi mi plotësu që ato nevoja që unë i kum pas. Ron, ti pecik që ke pas, do me thonë, oferta nga partitë politike që me qenë pjesë e partive politike edhe nuk e ke pa vetën, ndoshta me përfundu një master edhe me shpërnda broshura. Po në qoftë se kishte qenë një ofertë nga një parti politike që me qenë në një pozitë bajagit të kënaqshme edhe një pakt të kënaqshme e kishe pranu? Nëse vetë që pozicioni kishte qenë për me ndiku në përmirësimin e politikave lokale ose përmirësimin e politikave publike, ku pozicioni nuk kishte qenë në vartësi e individëve të cilët kanë kualifikim të mungum për pozicionin që kanë, kisha qenë shumë dakord me qenë pjesë. Po në momentin ku një individ i cili mollëheq brenda një institucioni ka kualifikim më të ulët se sa pozicioni që e kam unë dhe politika që i zhvilloj unë brenda një institucioni nuk isha pranu në asnjë kusht. Me arsye që mendoj që administrata publike dhe institucionet publike duhet mu pas trupi idesë që duhet me pas klientizëm, duhet me pas militant brenda institucionit, duhet me pas njerëz të kualifikuar të cilët i jepet pozicioni dhe mbajnë pozicionin pa u dirigju pi pjesës partisë. Unë mendoj që partia duhet me kanë një instrument, një model i cili premton edhe i realizon ato që i premton. Kjo është mënyra i harton politikat, i harton programet, edhe pastaj që hartimi që në politikave duhet mu zbatu. Unë në asnjë formë, unë pranoj vetëm nëse institucioni ka të bëjë direkt me politikat publike, ose ka të bëjë për shembull me formimin e studentëve brenda një institucioni publik që unë më jep kontributin profesional ndërto. Nëse unë kam jep kontribut jo profesional, nuk mendoj që jam i përshtatshëm ende për një pozicion tillë. Jam dalë me idenë që ndoshta pavarësisht kufizimeve që mu kanë kriju, jam dalë prej këtij kohezioni, prej këtij dimensioni pa e pranu që unë me qenë pjesë e një dimensioni ku nuk pranohet e drejta për me jep kontributin tonë. Me të vërtet kjo është skandaloza, për shkak se edhe unë kam përfundu fakultetin edhe sa herë ka pas konkurse kur unë kam qenë pjesë e konkurseve. Imagjino ti personat cilët kanë qenë aty që kanë pas jon kanë të angazhuar parti politike, nuk e kalojnë as testin me shkrim, edhe fatkeqësisht janë të punësuar, edhe kur e kam pa që e kam kalu testin me shkrim, edhe nuk të merr kërkush parasysh se nuk je pjesë e partisë politike, është shumë keq, se kjo ndikon edhe te gjeneratat e reja për shkak se e shohin veten, thjesht marrë dikush e ndjen veten me qenë apolitik, e pse duhet me qenë patjetër pjesë e politikës, edhe mi hub motivi mu shkollu, pse unë nëse edhe shkollona, unë do të me qenë gjithçysh pjesë e partisë politike, edhe përndryshe
nuk pranohna. Me qenë se deshta me diskutu dhe pjesë edhe mund të lidh me pjesën tonë, ka raste ku militanizmi ose pjesa e militantëve dallon edhe krijohet tani një përshtypje që duhet me qenë edhe servel për me qenë pjesë e partive politike. Serviliteti është një farë forme ku ti nuk ki background, nuk ki përgatitje, nuk ki kulturë, nuk ki edukatë dhe tenton përmes mekanizmit politik me arrit qëllimet tua. Kjo është shumë e dëmshme për shkak që edhe nëse kthehet në retroperspektivë, shumë raste shoh që ka edhe analfabet funksional brenda institucioneve, të cilët nuk arrin me kuptu mjaftueshëm një qytetar për një ankesë tina. Edhe ky krijohet një farë hendeku, edhe thojnë tani një shtrese qytetarëve si është e mundun që këta mu përfshi në konkurset publike. Konkurset publike janë shumë të pasqyruar drejt, për shkak që padash të hyjnë në detaje tjera, në fakt edhe me pas edhe një përgjegjësi ligjore ndaj atyre që tham, shumica e konkurseve publike që bëhen në Kosovë kanë edhe mënyra që unë vetë se i kam dëgjuar pi njerëzve individëve të cilët shpërndahen mënyrë masive testi. Pastaj çaj test, nëse unë nuk e kam si pjesë e partive politike dhe një person me pa ambicie politike, po thjesht e mëson përmends komplet testin, ai komi bën 100 pikë në pjesën e konkursit. Kjo ligjërisht në aspektin e auditimit është e mirëfillt, për shkak që individët nuk e vrejnë që ka bëni deviencë të teste brenda konkurseve publike, nuk është bëni një shputje testit prej institucionit publike dhe ata që kanë background dije dhe përgatitje ndoshta janë pa përgatit shumë në ditë për me arrit një rezultat që e bana një rezultat cilën e ka testin e para përgatitur. Kjo është një mënyrë se qysh integrohen pastaj në institucione edhe qysh mendojnë që po ofrojnë shërbim ndaj qytetarëve.